Jam martuar dhe vetë në 97-ën. Motrat dhe vlla ndodheshin jashtë shtetit dhe thash, po e shty pak dasma deri nga fundi 97-ës, se mbas e qetësoj pak. Dhe prap meraku ishte goxha i madh. Dhe i them, mbaj mend që i kam thënë atij zotit lokalit ku bëra ceremoninë e dasmës, thash, si do bëjmë për garancinë, sepse kisha miq të ftuar, kisha edhe gjyqtar, prokuror, hetues të asaj kohe, ose oficerë të policisë gjyqësore, dhe relativisht ishin goxha, ishin rreth 50 veta. Edhe thash, kush e siguron? Më tha mua prokuror, tha, mos e vri mendjen, tha, 4 çuna me Kalashnikov, tha, do ruajnë lokalin. Domethënë, shëgjur Zotit nuk pati probleme, por gjithsesi sot i tregojmë edhe kështu për duken si pralla urbane edhe me të qeshur, por ne që i kemi kaluar në ato vite, mos u kthefshin kurrë ato situata.